Harrojini ilaçet, sytë e qepa dhe dëshironi këto sëmundje. Të gjithë e dimë se sa thelbësore janë perimet në dietën tonë, por qepët fshehin disa përfitime unike që ndoshta nuk i keni kuptuar më parë. Ky përbërës i veçantë është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në mbrojtjen e organizmit dhe mund të bëjë mrekulli në shëndetin tuaj duke ofruar përfitime të shumta në reduktimin e komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së shëndetit tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ajo është një produkt fantastik për sistemin imunitar për forcimin e kockave, por le të shohim nga afër cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i qepës. Sipas Healthline, këto janë disa nga vlerat ushqyese më të mira për shëndetin tuaj që do të merrni nga përdorimi i qepëve. Qepët janë të mbushura me përfitime të larmishme ushqyese që mund të mbajnë larg komplikacionet e organizmit dhe të rrisin gjithashtu rezistencën e tij. Qepa është një thesar i lëndëve ushqyese shumë të rëndësishme me kalori minimale. Edhe pse ajo përmban vetëm 44 kalori për një qep, ato janë të mbushura me vitamina dhe minerale shumë të larmishme që do të luajnë një rol pozitiv në reduktimin e inflamacioneve dhe gjithashtu në parandalimin e shqetësimeve të tyre. Përdorime të tilla të qepës do të jenë një përzgjedhje fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve. Ekspertët shtojnë në një zëri se qepa është fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe gjithashtu reduktimin e inflamacionit. Përdorimet e saj janë gjithashtu veçanërisht të rëndësishme duke ofruar mineralet e duhura në menaxhimin e komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së organizmit. Shtimi i qepës në dietën tuaj ditore do të thotë më shumë përfitime të mineraleve dhe më shumë gjithashtu veti pozitive në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Qepa është një përzgjedhje fantastike me dobi të larta për shëndetin. Ndaj përdorimi i saj në përditshmërinë e dietave tuaja do të ndihmojë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj të zemrës. Ngrënia e qepës vazhdimisht mund të ndihmojë në uljen e riskut të problemeve të zemrës. Arsyeja e vetme është antioksiduesi dhe antiinflamatorët që ajo përmban. Ato ulin nivelin e kolesterolit të keq në trupin tuaj dhe sjellin gjithashtu përfitime unike ushqyese në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj, përdorimet të tilla të qepës do të luajnë një rol fantastik në mbrojtjen e organizmit gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të shëndetit tuaj të zemrës. Ato ndihmojnë edhe në uljen e riskut të problemeve të kolesterolit, mbrojnë më mirë shëndetin e saj dhe gjithashtu reduktojnë edhe komplikacionet të cilat shkaktojnë më shumë stres dhe probleme të shëndetit kardiovaskular. Qepa është një ushqim shumë i mirë edhe për ata persona që duan të kontrollojnë nivelet e sheqerit. Nëse keni diabet ose paradiabet, qepa mund të jetë një aleate e rregullt e niveleve të sheqerit në gjakun tuaj. Disa përbërës të qepës, siç janë për shembull quercetin, ndihmon pankreasin dhe zorët të funksionojnë në mënyrë natyrale, duke kontrolluar më lehtë kështu problemet e sheqerit në trupin tuaj, duke mbështetur edhe përthithjen e glukozës. Qepa është një produkt fantastik që forcon kockat dhe zakonisht mendojmë se produktet e qumshtit për shëndetin e kockave janë më të mira, por qepa gjithashtu është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese që mund të luajë një rol fantastik në menaxhimin e shëndetit tuaj. Ato ndihmojnë në dukshëm në reduktimin e stresit oksidativ dhe forcimin gjithashtu të sistemit tuaj të dhëmbëve dhe të kockave, duke mbajtur gjithashtu edhe problemet që i kanosen atyre. Qepët janë një përzgjedhje shumë e mirë në luftën kundër bakterieve të këqija, duke reduktuar komplikacionet dhe duke sjellë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj të përgjithshëm. Ndaj, përdorimet të tilla të qepës do të jenë një mburojë fantastike në rigjenerimin e shëndetit. Qepa mund të jetë efektive kundër radikaleve të lira që shkaktojnë inflamacione në trup dhe probleme të akneve. Qepa është një produkt fantastik që mund të reduktojë gjithashtu edhe problemet siç janë edhe ato të shëndetit të zorëve. Ndaj, përdorimi i qepës në rastin tuaj shëndetësor mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Nëse jeni duke kërkuar për një mënyrë natyrale për të përmirësuar shëndetin tuaj të tretjes,
Qepa është mënyra më e mirë. Ato janë të mbushura me element të mirë të fibrës dhe element ushqyes, të cilët janë thelbësor për funksionet e shëndetshme të zorëve në reduktimin e bakterieve të këqija. Me ndihmën e këtyre probiotikëve që gjenden te qepa, do të forconi tretjen, do të reduktoni inflamacionin dhe do të forconi gjithashtu edhe sistemin tuaj imunitar. Ndaj, përdorimet të tilla të qepës do të jenë një përzgjedhje shumë e mirë në lehtësimin e komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së organizmit tuaj. Qepa është një përbërës kryesor i kuzhinës që përdoret shumë shpesh, edhe në gatesat tuaja ditore. Jo vetëm që e bën ushqimin tuaj më të shijshëm, por gjithashtu përmirëson edhe shëndetin tuaj. Në këtë video, sipas Step 12, do t'ju tregojmë disa përfitime specifike që do të merrni nga konsumi i qepës në rutinën tuaj ditore, që nga shëndeti i lëkurës deri te parandalimi i komplikacioneve të organizmit. Qepa është një nga burimet më fantastike edhe i pasur me vitamina dhe minerale ushqyese, antioksidant, gjithashtu me element të tjerë të rëndësishëm siç janë vitamina A, vitamina C, vitamina E, me efekte të jashtëzakonshme të rëndësishme për të mbajtur larg problemet e lëkurës. Këto vitamina kanë efekte të dobishme në reduktimin e rrezeve ultravjollc. Antioksidantët që gjenden te qepat detoksifikojnë trupin duke larguar toksinat nga qarkullimi i gjakut. Kjo e pastron lëkurën duke parandaluar kështu rrezikun e shfaqjes së ndonjë problemi të lëkurës. Komponentë të tillë si quercetin dhe fitokimikatët të pasur me squfur të pranishme tek qepa ndihmojnë në luftimin e dëmeve të radikaleve të lira, duke vonuar kështu shenjat e plakes. Qepa ka veti të mira antiinflamatore, antiseptike dhe ndihmon në uljen e inflamacionit. Ajo përmban vitamina A dhe gjithashtu mund të ofrojë një ndihmë më të mirë për lëkurën, duke e bërë më të shëndetshme dhe më të ushqyer. Duke e përdorur lëngun e qepës në përditshmërinë e dietave tuaja, do të arrini të parandaloni komplikacionet e tij dhe do të sillni gjithashtu një rezistencë më të mirë të organizmit në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Qepët janë të pasur me antioksidues. Një qep mesatare përmban rreth 44 kalori, siguron 20% të nevojës ditore të përditshme të vitaminës C, folat, kalium, magnan. Por qepët janë të mbushura me antioksidues që furnizojnë 10 lloje të ndryshme duke përfshirë quercetin, një kompleks i fuqishëm antiinflamator. Konsumi i qepës ul rrezikun e problemit të radikaleve të lira. Qepët përmirësojnë gjithashtu densitetin e kockave. Një studim tregoi se qepët që konsumohen shpesh në dietën tuaj do të ulin në rrezikun e problemeve të kockave me 20%, duke ulur kështu mundësinë për fraktura dhe probleme të ndryshme të nyjeve. Përfshirja e qepës në rutinën tuaj ditore ushqyese mund të jetë një mburojë fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Qepa, një përzgjedhje e mirë ushqyese, ndihmon gjithashtu në shëndetin tuaj tretës. Qepët janë të pasur me inulin, një lloj fibre që vepron si një prebiotik. Me pak fjalë, prebiotikët shpesh shndrohen edhe si element ushqyes në luftën kundër problemeve të radikaleve të lira. Shtimi i qepës në menun tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë shëndetësore në lehtësimin e komplikacioneve dhe reduktimin e problemeve të tretjes. Qepa është një përzgjedhje fantastike edhe për ata persona që kanë probleme me kolesterolin. Një studim interesant tregoi se 8 javë pas konsumit të qepës në mënyrë të përditshme, te njerëzit regjistrohet niveli më i ulët i kolesterolit. Qepa është një përzgjedhje shumë e mirë edhe për konsumin e saj, edhe për rritjen e qarkullimit të gjakut në shëndetin tuaj. Përdorimi i maskave me qep mund të jetë gjithashtu një mbrojtje fantastike në rigjenerimin e lëkurës. Ulëntime të ndryshme kanë treguar një zëri se konsumi i qepës në përditshmërinë e dietave tuaja do të jetë një mënyrë fantastike për të mbajtur larg komplikacionet e shëndetit të lëkurës dhe për të rritur gjithashtu rezistencën e shëndetit tuaj. Efektet të mira të qepës do të jenë ato të cilat nëse e konsumoni në mënyrë të përditshme dhe si duhet, qepa do të luajë një rol fantastik në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.